Ushtria britanike së bashku me Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme ajrore ndaj rebelëve Houthi në Yemen, thanë zyrtarët britanik mëngjesin e të martës. Kjo është përfshirja e parë e ushtrisë britanike në fushatën e re ajrore amerikane, që ka në shënjestër grupin që mbështetet nga Irani. Mbretëria e Bashkuar ka ofruar një shpjegim të detajuar për kryerjen e sulmeve, ndryshe nga SBA-ja, e cila ka ndarë pak detaje lidhur me më shumë se 800 sulmet që ka kryer që kur ka nisur fushatën ajrore më 15 mars. Operacioni i quajtur Rough Rider ka shënjestruar rebelët teksa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me përkrahasin kryesor të rebelëve jemenas Iranin, lidhur me programin bërthamor të Teheranit, që po përparon shpejt. Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar tha se ka sulmuar një grup ndërtesash që përdoren nga rebelët Houthi për të prodhuar dronë si ata që përdoren për të sulmuar anijet në detin e Kuq dhe gjerin e Adenit, dhe vendodhja e sulmit ishte rreth 25 kilometra në jug të kryeqytetit Sana. Sipas ministrisë, në sulme morën pjesë avionet të Lloyd Typhoon FGR-4, të cilët lëshuan bomba të Lloyd PW-4. Sulmet u kryen pas Iranata, kur mundësia që civilët të ndodheshin në atë zonë ishte më e ulët, tha Ministria e Mbrojtjes. Autoritetet britanike nuk dhanë informacione lidhur me dëmet të shkaktuara nga sulmet dhe as për viktimat e mundshme, ndërkaq komanda qendrore e ushtrisë amerikane ende nuk ka konfirmuar se ky sulm është kryer. Ushtria britanike në fakt ka marrë pjesë në sulmet ajrore kundër Houthive, së bashku me SBA-n, kur administrata e ish-presidentit Joe Biden nisi fushatën ajrore kundër rebelëve jemenas në janar të vitit 2024. Megjithatë, këto janë sulmet e para ajrore në të cilat përfshihet Britania, që kur Trump ka marrë detyrën e presidentit.